Sapo është mbyllur dita e parë e kampionatit ndërkombëtar të basketit 3x3, ka qenë kategoria vajzave që ka shpatur dhe ekipin kampion që i takoi ekipit të Shkodrës me Roni Gjeçaj, i cili së bashku me kolegun e tij Antonio Shabani janë organizuesit dhe drejtuesit e shoqatës kombëtare të basketit 3x3. Spektakël Gjeçaj në ditën e parë. Po, interesimi ishte shumë i madh në fakt për te pritshmërive tona dhe ishte një aktivitet shumë i bukur për vajzat që shpresojmë që vitet e ardhshme të bëhet edhe më i madh dhe me pjesëmarrje më të gjerë. Ky ishte momenti i parë apo hera e parë që në programin tuaj përfshini edhe kategorinë e vajzave të femrave. Mendoni se pjesëmarrja e tyre i arriti qëllimit? Patjetër, mendoj që i arriti qëllimit edhe për shkak të interesimit të lartë të spektatorëve shkodran, që i mushën shkallët e fushës sportive këtu tek posta shqiptare. Duratërkitjet e tyre, emocionet e ndeshjeve, cilat ishin gjitha të afërta me rezultat. Edhe mendoj që i arriti qëllimit, edhe besoj që edhe gjitha gocat që morën pjesë ishin kënaqura për pjesëmarrjen e tyre. Finalja Shkodër-Tirana, si gjithmonë Shkodra dhe Tirana dhurojnë spektakël, emocione dhe fitoi Shkodra. Unë kuptohet që gëzohem që fitoj Shkodran, po për mu, kushdo që ta fitoj, nuk ka një rëndësi të veçantë, mjafton që t'jetë ngjarje drejt, edhe shpresoj që edhe nesër dhe pas nesër dhe tjetër pas nesër t'jetë e njëjtë atmosferë dhe t'i japim Shkodrës një frym sportive gjatë verës. Si vazhdon aktiviteti me kategoritë e djemve? Nesër kemi kategorinë under 18 ose për 18 vjeçarët, ku kemi plot 14 ekipe pjesëmarrëse, jo vetëm nga Shkodra, po edhe nga rrethet e tjera të Shqipërisë, kështu që besoj do jetë një aktivitet po aq i bukur sa ditën e sotme. Dhe të shtunë dhe të diel është kategoria të rritërve, ku kemi 13 ekipe nga Shqipëria dhe Kosova dhe presim pjesëmarrje shumë gjerë edhe nga publiku shkodran për të ndjekur këtë ndeshje. Urime Gjeçaj, për ditën e parë të shpresojmë që me këtë ritëm të vijojë edhe dita 2, 3 dhe 4. Faleminderit Gëc edhe ty për transmetimin live të aktivitetit dhe për komentimin gjatë ndeshjeve. Si gjithmonë një pranë sportit shkodran, kudo që ai ndodhet.